dhe se si ky ligj ndikon tek ajo gjendje. Sot që flasim, i nderuar kryetar, nderuar deputet, në sistemin penitenciar, kapaciteti ynë është gati afërsisht 5300 veta, më saktë 5292 persona, vende. Dhe ku janë akomoduar 4769 persona. Pas amnistis, besoj që do të kemi një ulje prej 10% të popullatës së sistemit penitenciar. Nuk është ky efekti që na krijohet, nuk është qëllimi kryesor i ligjit, siç përmenda më sipër. Megjithatë, është një pasojë shumë e dëshiruar, sepse na jep mundësinë që në momentin që na zvogëlohet numri të dënuarve, ne të rrisim cilësinë e trajtimit për të gjithë të tjerët. Dhe në këtë kuptim do doja të theksoja edhe një herë që drejtësia nuk matet nga aftësia për të ndëshkuar, por matet nga aftësia për të njohur momentin, për të dalluar momentin se kur ndëshkimi e ka përmbushur qëllimin e vet. Dhe ky projekt ligj bën pikërisht këtë dallim. Faleminderit për vëmendjen dhe jam i hapur për të vazhduar nëse do të keni pyetje apo Qeveria po mbron në kuvend projektligjin për dhënien e amnistisë, i cili synon të lehtësojë politikën penale për personat e dënuar për vepra me rrezikshmëri të ulët shoqërore, duke favorizuar rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri. Sipas relacionit shoqërues të projektligjit, rreth 380 persona pritet të përfitojnë lirim të menjëhershëm nga burgu, ndërsa afro 900 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit. Nga përfituesit e lirimit të menjëhershëm, 4 janë të mitur, 5 gra dhe 7 shtetas të huaj, ndërsa mes përfituesve të uljes së dënimit janë 10 gra, 3 të mitur dhe 12 shtetas të huaj. Projektligji parashikon që të përfitojnë meshkujt e dënuar deri në 3 vite burgim, ose ata që kanë deri në 3 vite dënim të pavuajtur, gratë e dënuara deri në 4 vite burgim, ose me deri në 4 vite të mbetura për të vuajtur, gratë mbi 50 vjeç, burrat mbi 60 vjeç, si dhe personat që kanë qenë në moshë 18 vjeç në momentin e kryerjes së veprës penale. Megjithatë, amnistia nuk do të zbatohet për të dënuarit për korrupsion, krim të organizuar, terrorizëm, vrasje, krime seksuale, trafikim, krime zgjedhore dhe një sër veprash të tjera me rrezikshmëri të lartë. Gjithashtu nuk përfitojnë personat e dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe ata që janë shmangur drejtësisë. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, amnistia synon të përmirësojë kushtet në sistemin penitenciar dhe të ulë ngarkesën në burgje. Aktualisht në institucionet e vuajtjes së dënimit ndodhen 4982 persona, ndërsa lirimi menjëhershëm i 380 të dënuarve do ta ulte ndjeshëm nivelin e zënjes së kapaciteteve në sistem.